Qytetarë të Drenicës, bashkëvendas, ne sot do të flasim sa i përket Kostërcit e posh para 2-3 dita, kur e qiti 3 shkronja të QK-s. Une me mujtë gjitha metër isha ato 3 shkronja të QK-s, por nga njerëz me vlera. Kostërci ka nevoj që t'investohet në vendbanimin e atyne qytetarëve, në mirëqenien e atyne qytetarëve. Në Kostërc po trillohen me 3 shkronja e në Polac po ndërton ndërtesa, pallate dhe muzika e diskoteka sa Milushtaki. Kështu që ato 3 shkronja të vendosura në Kostërc janë vetëm një trillim i cili vazhdon të investon 10.000 euro në 3 shkronja e t'i vjedh gjys milioni në të nder. Prandaj qytetarët e Skënderajt dhe gjithë Kosovës do ta dinë se ai cili ka vendos ato 3 shkronja të QK-s në Kostërc ishte mik dhe shok i një serbi jo fort larg Kostërcit, i cili vrau, dhënoi dhe masakroi shqiptarët e Drenicës. Dhe ishte mik i kryetarit të komunës së Skënderajt, vinte në Skënderaj kur donte. Hynte e dilte dhe kishte koalicion me degën e PDK-s, me kryetarin e degës e PDK-s sa Milushtaki. Qytetarët e mi, bashkëvendasët e mi, dhe disa nëse jam të javqit në penalti këtë kriminal. Jam të javqit gjitha krimet e tina të cilat e janë edhe shiqoni këtu në Kostërci që 3 shkronja të QK-s, kurse në Polac reflektorët dhe dritat e tina gjithë Kosovën i pengojnë edhe avionët cilët kalojnë këtu, se na për Drenicë kalojnë çdo avion që hynë Kosovë, kalon na për Drenicë dhe në Vushtri e pe Vushtrije kthehet në Slatin. Dhe reflektorët e bizneseve dhe krimeve të sa Milushtakut terrorizojnë edhe aviacionin civil, e pengojnë edhe aviacionin civil në atë ndërtesë ku ky ka ata reflektor, as nuk ka orë të rrymës, as nuk ka orë të ujtë, e ka uzurpu çdo pjesë të Drenicës. Pra, ta nderon QK-n miku dhe shoku i Milan Radojqiqit, cjellën 3 shkronja të QK-s, tallet me 3 shkronja të QK-s, nga i cili e ka mik, shok, terroristin Milan Radojqiq, dhe nga i cili ishte mik i Serbit nga Syrigona, i cili masakroi shqiptarët. Unë nuk e di ku janë këta banor që nuk shohin ma larg, dhe nga njeriu i keq nuk na duhet asgjë. Në Kostërc i qet 3 shkronja të QK-s, në Polac, në Skënderaj e ka vendosur zemrën e Serbisë dhe bien serbe, bashkë me ODB-n. Pa jeni ju qytetarë që i shohun për çdo ditë gjipat e tyne nga 150.000 euro. E kanë uzurpu zemrën e Skënderajt. A jeni ju qytetarët e mi që stacionin e autobusëve në Skënderaj ja ka dhënë kërkriminalit, terroristit dhe bashkëpunëtorit Milan Radojqiqit, Haxhibetës nga Prekozi Jetër. Pse po mshefni? Pse po rqethni? Dilçit në kryt. A jeni ju qita bashkëluftetarët e mi dhe familjet e ndershme, ku jeni shumë, jeni 99%. A jeni ju qita që pejsheni dëbit e ODB-s që kanë liftu Drenosin, kanë liftu Skënderajin, sot janë në pronësit e sa Milushtakut. Këta gjithta ODB-sha i ka qitë për para dhe pronët i tjetërson për mes tyre. Këta keqbers që i kanë bu keq Kosovës gjatë gjithë historisë janë pronor legjitim të pronave të vjedhura nga sa Milushtaku dhe bondat e tina terroriste. Si është e mundur që qytetarët po heshtin para një krimi makabër, para një njeriu shumë i keq, i cili maltreton, i cili ka kapur gjithçka, që nga sporti, e posh një terrorist atje një laskuc, bajaktarve më falni shprehjen, që janë plak, e posh ish dal me to, me atë mundin më falni shprehjet Drenosit, Isak Nezirin, atë Isak Nezirin, atë farmashtrusi,
e kanë morë këta vetë e kanë në 2 porë zgjidhje. Masanej, jënë hi e kanë plaçkit shpe. Ja kanë morë mbi 10 milioni euro Isak Nezirit në shpet vetë. Këta mashtrus. Gjithë shka e kanë përdor. E kanë përdor i sjellësin, e kanë përdor sportin, e kanë përdor bugjetin. Për ta qu poplin e Drenicës në këtë gjendje që është sot, që tjeti varfër dhe të kontrollohet letë. Prandaj, nuk duhet shohu ma pusht, s'kem ku shkuj ma pusht, gjitha na i ka morë kë. Të bohëm bashk që edhe shteti do të vepran, shteti Republikës Kosovës është duke u qnjerëzu. Pa morë parasysh, do të veprohet kuna dëqoft, ai i cili kryen akte terroriste apo kriminele. Bia serbe dhe UDB-ja serbe është e vendosur në Skënderaj. Këtu janë bondat terroriste të Milana Radojqiqit në Skënderaj. Stacionin e autobusëve e ka uzurpu njeriu i Milana Radojqiqit, Haxhi Beta. Të gjitha këto krime, AKI-ja duhet ta dinë se bia serbe e ka njeriu ma të ofërmi vllavën e Sami Lushtokit, Ukshin Lushtokun, i cili kontrollon gjithë shka në Skënderaj. Arsimin, shëndetësin, policin, gjyqësorin, prokurorin. Nuk duhet ta ongj një kryt para një krimi makaber, sepse Ukshin Lushtoki ju e dini kush është. Ka qenë me Serbi, ka shtyp shqiptar historikisht, po shtyp edhe sot. Mos hesni se do t'ju mallkojnë fëmijët e ju, familja ju. Do të ngellni të varfër, nëse nuk liftojmë sot, nuk do të kem liri nesër. Ne do të bëmi bashk, që çdo kund që ku e qet komën kë, ato i vjen era krim, i vjen era terror, i vjen era antipopull. Prandaj, në gjitha kusheni jo, që ky qet 3 shkronja të QK-s, ai vjen është i mallkuar. 3 shkronja të QK-s janë tarta. Këto 3 shkronja do të mbrohen nga shteti dhe vetëm nga ligji do të mbrohen, jo nga individ kriminal, jo nga individ bandit. Nuk ka met UQK-ja që ta nderon njeriu i Milana Radojqiqit. Vetëm një ushtari i UQK-s në Skënderaj është të ngrit zërin kundër bondave terroriste kriminale. Të gjithë tjerë janë të varfër, janë trima, janë të fort, po i kalon të varfër. Si mund të reagon dikush kur e sheh se këta kryen krime, kryen makaber, barbarizëm në popullin e vetë të Drenicës, edhe as kush zguxon t'i sulmon. As policia, as prokuroria, vetëm një kamikaz është në Skënderaj i cili snin për ta, për këta kriminal, për këta terrorist që ma kanë shty babën, ma kanë vro familjen, edhe së disheni na për Skënderaj ma patriot këta, se çdo ushtari o QK-s. Unë po që ditna, a i ka stërpik fort. A qka ju ka bot disa familje, nuk e di veç, po që ditna që shpënijen, heq shpënijen. Une nuk do t'jam i qetë, derisa e shë poplin tem të mu manipulu, të mu torturu, të mu dhënu, nga bonda terroriste kriminalet Milana Radojqiqit, Skënderaj. Askush nuk do të dyshon, bia serbe, UDB-ja e ka qerdhen në Skënderaj. Askush nuk do të thjesht se AKI-ja, nëse nuk vepron sot, nesër do t'jetë vën. Do të Fatmir Sheholli so kur gjo kundër Ukshin Lushtokit. Mi krahasu Fatmir Shehollin me Ukshin Lushtokin o të zera Fatmir Shehollin. Do të veprut me na hjek ta kriminal nga dhuna e poplit. Janë të na dhunu poplin. Do të vepran shteti t'i arreston këta shpion, këta tradhtor, cilë e kanë uzurpu çdo zemër dhe çdo aset në Skënderaj plot krenari. Pa më arrestu Ukshin Lushtoki. Në Skënderaj nuk cof Radojqiqi, nuk cof bia serbe. Do të më arrestu Ukshin Lushtoki për me ecë Drenica dhe mu pastru Skënderaj. E këtë tjetërin, këtë papadicën tjetër, qytetarët edhe unë dhe ta gjujnë në pru. Nuk shkohet kështu një popull aq bujar, aq krenar, një popull aq liridash, si që është populli Drenicës, milion dorën e bia serbe. O shturp edhe për mbar Kosovën, edhe për mbar Shqiptarin, që këtë njerit keq të Skënderajt
duhet ta injirojnë të gjithë, ta luftojnë të gjithë, se këm shefet, mas Hashim Thoqit, mas Kadri Veselit, a i një dëshmitor, Kostërci, ku ordi ka thonë, Kostërc, mu se votani Kadri Veselin, që kësa Milo Shtoki, a i një dëshmitor, e atun Kostërc ju thejke, Hashim Thoqi, Kadri Veseli, u thërke në amën tyne, pse pileni mi o rajt, pse pileni mi o më najpullu, kjo është kriminele dhe pik, nuk u dzëni ju me ro, më prej e tina, do të ta liftoj me gjitha mjetët, që Skënderajt merë frymë leshëm. Kosova duhet ta din, edhe gjithë shqiptaria, se bia serbe dhe shefi i bia serbe është Ukshin Lushtaki në Skënderaj. Nuk mundet askush me ja mohu këtë gjë, sepse Ukshin Lushtaki e ka terrorizu Skënderajin dhe ja ka dhonë gjitha pronat bondave kriminele dhe disa komandantëve duke i stërpik me kapak. Prandaj, dvohën bashk se vetëm unë jam ai i cili mund të ashtriroj Skënderajin. Edhe nuk guxojnë me hi këta Sokol Halilit në përzyre e në komunë. Cili do qofë se vjen tjetër, këta kanë me rehe, kanë me hi shkelma në komune, kanë me aqel dyrt me kome. Dhe unë vetë qytetari mund hen me qel dherën me kome. Po këta kriminel, këta terrorist, që e kanë terrorizu poplin e Skënderajit, që 27 vite, asë në Skënderaj nuk kanë me mujt me hi. Dhe t'ja marë pronat, dhe t'ja marë pasunin, dhe dhe t'i qesë para qytetarëve t'i shojnë qytetarë se qëfar krimesh kanë bu këta, me toka, me asete, me ujsjelës, me rrymë, me gjithë shka. Prandaj, gjdo veprimi qytetarëve, gjdo zgjimi qytetarëve me ku, do t'jetë shpetim për familjen, për femit dhe për tarmën tonë.